do të themeloj institucionet Kosova sa më parë, për shkak të paralajmërimit të presidentit Trump? Normalisht administrata amerikane çdo herë ka pas një rol veçantë për Kosovë dhe nëse ka dhe unë kam qenë prezent, ju thonë vërtet në bashkë në vitin, mos gabosh se kjo ka qenë viti 2011. Nuk kemi sigur në 2011 për mdokit, kur është emëruar dhe përzgjedhur, po është shvotuar zonja Jahjaga si presidente, kështu që roli i Amerikës është me rëndësi, por nuk jam i sigurt që tani në këto momente pas një periudhë prej 2011 dhe një sot ko 13-14 vjetë që kanë kaluar, që do thotë me siguri që dhe ato qasja e administratës amerikane është ndryshuar, sa e shohune, dhe nuk jam i sigurt dhe do të hynë në një, çtu me thonë, në thojza avantur politike si kur atë kohë, sepse ju rikujtoj po ashtu që në atë dokument, kur është aprovuar dhe votuar zonja Jahjaga, ka qenë dhe një dokument ku dhe ambasadori aktual në atë kohë, zoti Del, ka qenë nënshkruar si dëshmitar. Që une, nga eksperiencën time që kam në politikë, kur nuk ka ndodhë më parë. Prandaj, normalisht që po në duhet një ndoshta të them stimulim nga anët administratës amerikane, por me gjithë të ne jemi ata që në fundin duhet të jemi pak ma vendosur. Zoti Dacic, pushimet verore veç po fillojnë tashmë dhe kemi seanca çdo 48 orë. Si do t'ja bëj kuvendi, si do t'ja bëj shtin këtë rast, a do shkojnë në pushime verore, apo do të vazhdojni të vini në seancat e kuvendit? Nuk besoj, por nëse mundeni ju ose bashkë me gruajnë të shkoni në pushim, kishte qenë shumë falënderues. Unë për veti nuk besoj që më të shkoj. Kemi vërejt që ka fillu me ushtrejtu në ota. Bizneset kanë fillu me paralajmëru që ka fillu me mbyllë e kanë ushtrejtu produktet, si deputet i legislaturës non, a ndini përgjithësi për këtë gjendje? Absolutisht po. Unë e kom thonë dhe ma heret, unë e me të vërtetën po ne jem shumë keq, sepse po vim dhe nuk e bojmë asgjë. Mos mendoni që asnjë prej nesh ndihet komod tuar për çdo ditën e dytë dhe çka është me rëndësi pa pas kur fa rezultate. Kështu që besoni që ne po ndihemi veç po ndihemi shumë keq, por ka një herë ko do komplikime të cilat nuk janë vetëm një ansh. Unë kam mësim zakonisht po them për një komunikim, një mërdhanje që është, duhet të funksionojë në anës jotës, ose është rruga dukakësore. Prandaj nuk mundet vetëm ne, ose nuk mundet vetë vendosja, po duhet edhe do akter tjerë që të janë kuqëm brenda procesit, në veçanti nëse dëshirojmë institucione stabile, sepse çdo parti politike po i përmend institucionet stabile, por nuk e veprojmë në atë mënyrë. Prandaj është tek na, nuk është tek administrata amerikane, edhe pse e mbështesim një qëndrim i pozitiv ndaj nesh.